Pastaj, kur Allahu ta prish rahatin e mëkatit, kur ti ndonjëherë thu, pse Allahu ma mori këtë gjë, ndodh shpesh që Allahu të ka sprovu me diçka, ta ka dhënë një pasuri, ta ka dhënë një evlat, ta ka dhënë një karrierë, ta ka dhënë një mundësi përmes cilës ti je duke përfitu. Edhe je lidh aq tepër me të sa që e ke harru krijuesin. Pra, çat pasuni që ti i ke në përdur, çat evlat të mirë, të bukur, e aktiv, e shumë dëgjuar që i ke, çat karrierë të bujshme që ti ke mujt me arrit, realisht është sprovë për ty. Dhe nëse nuk e kuptojmë një gjë të tillë, atëherë mund bim në këtë sprovë. Dhe Allahu kur e sheh që një rob ka ra aq tepër në këtë sprovë, sa që e ka harru krijuesin e vet, Allahu ja pengon mëkatimin. Janë disa mëkatime të heshtura. Dhe një prej formave më të rrezikshme të mëkatimit është kur ne mashtrohemi me mirësitë që Zoti na i ka dhënë. Pra pasurinë që mund ta kesh nduar, familjen e madhe, të fuqishme, të bukur, me suksese të jashtëzakonshme, karriera e bujshme, diploma të shumta. Gjitha këto, në qoftë se nuk përdoren siç duhet, ato realisht janë mëkatim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Sepse sa më madhe që të jetë vlera, aq më madhe bëhet përgjegjësia, dhe nëse kjo përgjegjësi nuk përmbushet, atëherë çfarë ndodh? Ndodh mëkatimi. Kur ndodh mëkatimi, Allahu për mëshirës madhe ta merr çata. Ta merr çat pasuni që ti je të mëkatu vazhdueshëm për ti si jetu e vrejt. Ndodh që ti çast tepër je lidh me evlatët e tu dhe po mendon që ata janë e mira e vetme për ty në jetën e kësaj bote, Allahu ti merr. Mirë po, realisht është duke të shpëtuar ty për mëkatimit vazhdueshëm që ti je të bëj si jetu e vrejt. Ndodh që Allahu këtë çat karrierë që ti e ke ndërtu, këtë ato diploma që ti ke mujt mi arrit, Allah për një moment i bën jo efektive për ty. Ose të digjen dika, ose mund t'i kesh në letra, por nuk kanë efekt në realitet. Pra, ndodh që dikush pa merit shkon hyn punë, ti je meritor me hyn atë punë, por për shkak se je lidh as tepër me diplomat e tua dhe ke filluar me thonë unë dhe s'ka tjetër. Edhe i ke përngjasu djallit mallkum, i cili ka thonë unë dhe s'ka tjetër, atëherë Allahu nuk t'jep sukses ty me gjetë punë. Nuk bëhesh ti shqiptari i një lideri, nuk bëhesh ti një asistent profesori, apo një drejtor shkolle, apo kështu një shkencëtar që do t'i meritojë ndoshta shumë të majme të pagesës. Pse nuk bëhesh se Allahu po të pengon për me trujt për mëkatimit që je duke u thelluar te pas jetu e vrejt. Pra, një prej rasteve që Allahu është duke na kërkuar neve është kur të pengon mëkatim e ti nuk e vren një gjë të tillë.